nga vlogu i fundit këtu në shtëpinë tonë. Po, nuk ju kam thënë, por ne do ndrojmë shtëpinë dhe po të shikoni këtu mbrapa. Nuk duket në një gjë, sepse unë nuk I kam hequr akoma këtë mbulesën e tavolinës, por ka rënë bomba. Nuk është se është rëmuj, por kemi qese nga to, kemi mbushur gjitha to qese, gjitha to çanta të mdhaja, me gjëra, me rrobat tona. Kam lënë vetëm disa gjëra që mund të ndrojmë këtë javën e fundit, sepse me datë 26, po, javën tjetër, I bie që ne duhet shkojmë tek shtëpia tjetër. Dhe kemi një super punë të madhe për të bërë, dhe prandaj nuk kam qenë edhe shumë aktive, përse sot postova vlogun e ri nga java, ku shkuam në dy tregjet e Helsinkut, sepse më mor dhe goja tani. Edhe jam marrë gjatë gjithë këtyre ditëve duke mbledhur në çanta, duke I organizuar, duke ndar ato gjëra që nuk I duam më, sepse është e kotë t'i marrim me vete gjëra që si veshim edhe gjëra që janë për të hedhur dhe jam duke I organizuar. Mua nuk më durohet derisa të ikim tek shtëpia e re, sepse nuk ri dot në një vend ku nuk bëj dot punë shtëpie, sepse sado që unë mund të fshi, e kam lënë shesën aty, prap bëhet pis, sepse jam gjithkohës duke pastruar dollapet, duke nxjerr gjëra, pjata, gota dhe I kam boshatisur pothuajse, kam lënë vetëm disa gota që t'i kemi për këto ditë. Dhe kështu, na pret një punë shumë e gjatë përpara dhe mezi pres, edhe e di që këtë vlog do ta pëlqeni shumë dhe e di që këto vlogjet e pastrimit, me rregullime, me shtëpi, me gjëra, e di që I keni shumë qef. Na pret një punë shumë e gjatë sepse kemi për të çuar të gjitha gjërat tona me datë 26 dhe më pas kemi afat deri me datën 1 maj. Jo me 1 maj, me 31, nuk e di sa ka ky muaj prill. Duhet që të kemi pastruar dhe këtë shtëpinë që kemi qenë deri tani, sepse këtu, nëse nuk e pastron shtëpinë, nëse ti lë diçka pa pastruar, lë një gjë të vogël, merr gjop. Dhe ne nuk duam që të marrim gjoba, duam që ta lëm të pastër, sepse nuk kemi zgjidhje tjetër. Domethënë nuk funksionon si në Shqipëri apo në Greqi që u mbaj mend me prindërit e mi sa herë kemi marrë shtëpi me qira atje. Duhet që të pastronin gjitha pisliqe që kanë lënë ata që kanë jetuar në atë shtëpi që ne e marrim të re për të jetuar. Kështu që këtu është një gjë e mirë kjo gjë, sepse ti e pastron dhe ja lë tjetrit, edhe ti kur shkon në një shtëpi tjetër të re që e merr me qira e gjen pastër, sepse të tjerët e kanë pastruar për ty, ata që kanë jetuar më përpara. Dhe kështu, kemi shumë gjëra për të bërë, kam 2 shtëpi për të pastruar, këtë dhe tjetrën, por më e rëndësishmja është kjo këtu, që ta lëm të pastër dhe mos marrim gjob në fund. Ne kemi ngrënë mëngjesin. Kjo është java jon e parë në xhesin që nuk konsumojmë sheqerna dhe gjëra në shtëpi, po mundohemi të hamë shëndetshëm. Kjo për arsye sepse duam të ndihemi më mirë me veten tonë, sepse kemi vënë re që sheqeri tepërt apo ne nuk blejmë nga jashtë, nuk marrim as pica të gatshme, as nuk ham jashtë gjëra të gatshme. Jemi shumë mirë në këtë pjesë, sepse gatuajmë vetë të dy, edhe Xhesi që është kuzhinier edhe mua që më pëlqen. Edhe tani nuk mund të krahasojmë ëmbëlsirat e jashtë që blihen në supermarket ose në furra buke me ëmbëlsirat që unë I bëj vetë në shtëpi, sepse unë në shtëpi I bëj edhe e di se çfarë ju shtoj brenda, domethënë e di se sa sheqer kanë edhe sa gjëra të tjera kanë. Kurse ato që blejmë jashtë, normal që çfarë nuk kanë brenda, sidomos të supermarketit që janë të paketuara dhe kanë me muaj të tërë. Dhe për këtë pjesë jemi në rregull. Sot hëngrëm pancake me tërshër, me banane, me shurup panje, blem dhe këtë shurupin e panjes, që është goxha ëmbëlsues I mirë, nuk duhet ta teprosh sepse kjo nuk ka sheqer të shtuar, por në 100 ml, 82 ml janë ëmbëlsuesi që ka vetë shurupi I panjes. Edhe kemi ngrënë ato, gjithashtu është dita e 4 që ne ham çdo mëngjes nga një tas secili me chia buding, edhe që të bën shumë mirë sepse ka shumë fibra, kishte omega 3, të mban shumë të ngopur, merr domethënë shumë vlera edhe ndihesh mirë. Tani është momenti për të bërë kafen, sepse unë nuk e kam pirë akoma, piva vitaminën time D, edhe pres që të kaloj një gjysmore që më pas të përgatis kafen. Sirtarët janë bosh, edhe se si më duket që I kemi bosh të gjitha gjërat. Por nuk ka problem. Edhe ekspresi nuk na pas ka ujë shumë. E mbushim edhe këta. Pra siç
E kuptoni, na pret një punë e gjatë përpara. Tani bëjmë kafen. Pim kafen, dua të shikoj pak një vlog të një goce të huaj, Borislava, nuk e di tani është ruse, Ukraina, se nuk e di. Më duket se është ruse. Edhe më pëlqejnë shumë vlogjet që ajo bën, sepse bën edhe shumë gatime, shumë receta. Kështu që kam për të futur dhe në lavastovile, por pasi të kemi pirë kafen. Dua të shijoj kafen një herë edhe më pas të merremi me punët e tjera që na presin. Tani që jam vetëm në shtëpi, nuk e di, por kam ngelur pa tripod, edhe aq më bezdis që se kam atë tripodin tim të gjatë, por me zi pres shkojmë tek shtëpia e re dhe të marrim një tripod tjetër atje, se jemi me shumë rraqe që duhet t'i marrim edhe t'i çojmë. Para një 10 ditësh provova të bëja falafel, nuk më duket se nuk e kam bërë video për këtu në YouTube. Edhe e lexova shumë mirë recetën që nuk duhet t'i zjeni qiqrat, por thjesht t'i vendosni një natë përpara në ujë dhe ditën tjetër t'i gatuani direkt për qoftet falafel. Unë vajta i zjeva, se thash, si ka mundësi, si mund të më bën mua ato pasjerë. Edhe në momentin që unë i skuqa, ato u hapën edhe më bë vaj bashkë me qiqër, bashkë me çaj kisha futur brenda, nuk u hëngër, nuk u bën fare mirë. Dhe dje në mëngjes i kam futur në ujë qiqrat e mia, i kam futur këtu, janë qiqrat të thata, disa ato që kisha të zjera, edhe një tjetër konserv që unë i kisha marrë, i bëra dje humus, edhe do t'ju tregoj tani, sepse ka dalë shumë e mirë dhe e shishme. Ta gjej pak tani tasin e humusit. Ja, ky është humusi që unë bëra dje. Shikoni, e kemi ngrënë pothuajse gjysmë. E bëra me qiqrat e zjera që kisha nga hera e kaluar që bëra qoftet, që bëra falafelet, sepse disa i lash. Mora dhe konserv të gatshme të zjera, edhe i shtypa dje këto. Unë i përgatita me limon, me krip, me piper të zi, me hudhër pluhur dhe hudhër të coptuar në shumë të vogla, lëng limoni dhe vaj ulliri dhe ka dalë super e mirë. Këtë ne dje për shembull që bëra për darkë bulgur sallat, vendosa pak tek pjata dhe nga humusi dhe ishte shumë e shijshme. Edhe Gjesi sot për drek hëngri pak nga humusi bashkë me sallatën që kishte, edhe del shumë e mirë. Tani do bëjmë falafelet. Unë atë ditë bëra dhe reels, por në momentin që nuk më dolën të mira, pjesën e skuqjes nuk e kam filmuar, kështu që sot unë do i përgatis edhe do filmoj vetëm pjesën për Instagram, do me thënë do filmoj vetëm pjesën që do t'i skuqim edhe që do t'i kemi gati në fund. Në fakt, unë nuk dua t'i bëj të skuqura, dua t'i bëj në furrë. Dhe bëhen shumë të mira dhe në furrë në mënyrë që mos të thithin vaj dhe të jenë më të shëndetshme, sepse qiqrat kanë shumë vlera, dhe pse jo t'i bëj në furrë dhe mos t'i bëj të skuqura. Shikoni pak se çfarë uji kanë nxjerr. Do t'i shplaj tani. Edhe do t'i shtyp me unë kam vetëm këtë blenderin, nuk kam mikser që mund t'i përsjej. Sepse ne duam që të blejmë pjesën tjetër të mikserit të madh që morëm për ëmbëlsira, siç morëm pjesën e pastave, duam të marrim edhe atë pjesën që të bëjmë blend gjëra të ndryshme, të grim qepën, të bëjmë smoothie. Besoj më kuptoni për çfarë po them. Atëherë, për falafelet, pash një recet në TikTok. Është hera e parë që unë i bëj këto falafelet. Hera e dytë, nuk dija i quhet ajo e para që i prisha. Për hera e parë po e quajmë. Na duhen falafel, këto qiqrat. Na duhen 2 thelpinj hudhra, 1 qep të kuqe, majdanoz, që unë e kam të ngrirë, do me thënë ishte e freskët, e kam larë, e kam tharë, e kam vënë në ngrirje, sepse nuk ron shumë kur e lartë në freskuse. Lëngun e limonit, paprika dhe trumerik, tjetër edhe krip dhe piper. Do t'i vendosim të gjitha në procesor, thot, për t'i grirë, dhe do krijojmë, në fakt mund t'i shtoni dhe fara susami, të cilat unë nuk i kam, por nuk është ndonjë lloj problemi, dhe i bëjmë blend, i bashkojmë, i bëjmë qofte, dhe i kemi gati, pastaj t'i pjekim. Kështu që tani po marr blenderin tim edhe
Po mundohem t'i shtyp. Janë zbutur goxha në fakt, nuk e di nëse dallohet ndonjëra, po ndahet vetë, që këto janë shumë të forta, janë si fasulet. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. Tani kthehemi në shtëpi. Ishte gjithë kjo kohë e bukur edhe unë me Xhesin dolëm nga deti. E kemi gjetur shumë rahat edhe shkojmë shumë herë nga ajo pjesë sepse kënaqemi edhe ishte një super diell, ishte ngrohtë, aty frynte pak erë edhe ishte pak ftohtë. Duhej të mbyllje xhupin edhe ta mbyllje gjithë të pjesën e qafës sepse ftoheshe. Më pas u ndam, ai iku për në punë, unë u futa në një qendër tregtare në qendër në Stockmann edhe mora 2 maska për fytyrën. Gjithashtu kam bërë një porosi online, do filloj të provoj produktet koreane, skincare korean, edhe kam marrë 2 lloj serumesh edhe disa eye patches që dua t'i përdor. Jam fiksuar duke parë në TikTok edhe në YouTube disa vlogje të një vajze koreane që jeton në New York ajo, por që e ka fytyrën xham. Unë nuk është se vuaj nga akne, as nga shenjat e akneve apo ndonjë gjë, por jam fiksuar që ta kem fytyrën të më shkëlqej. Edhe kështu do ja tregoj kur të shkoj në shtëpi. Gjithashtu duhet të bëjmë gati disa gjëra që na kanë mbetur të fundit, sepse nesër që është diel, ajo pronarja e shtëpisë së re që ne kemi marrë, ne i shkruajtëm në fakt para disa ditësh, edhe na dha mundësinë domethënë që të na japi disa çelësa shtesë ekstra që ajo i ka mamaja e saj, e cila e ka shtëpinë gjithashtu afër shtëpisë sonë, edhe tha që mund t'i merrni dhe të çoni gjërat të tuaja, ta pastroni, që me datë në fund të muajit të mund të futemi edhe t'i kemi të paktën disa gjëra gati. Kështu që na pret një punë shumë e madhe këtë fundjavë, të hënën dhe të dielën, që Xhesi është pushim, do merremi me shtëpinë e re dhe unë do filmoj dhe do shikoni të gjithë shtëpinë tonë të re edhe çfarë ne do çojmë aty. Tani, t'ju tregoj se çfarë bleva. Si fillim, para disa ditësh bëra analizat e gjakut, thjesht për të bërë një kontroll edhe më shumë për të parë nivelin e hekurit ferritinës në gjakun tim. Sepse gjithmonë e kam pasur pak të ulët, nuk është se e kam shumë të ulët, do të thënë nuk quhem anemike, por thjesht depozita e hekurit është pak e ulët edhe duaj që ta çoj në atë karakterizohet si normale, por duaj që ta kem tamam në atë nivelin e duhur që më tha dhe doktoresha. Dhe mora hekurin. Kjo është 100 mg, por duke qenë se unë nuk është se e kam shumë të ulët nivelin e hekurit në gjak, do ta ndaj një tablet, do të thënë një kapsul, do ta ndaj në dysh, ose mund ta pi një ditë po, një ditë jo, që mos ta rëndoj në stomakun tim. E mora këtë këtu tek farmacia dhe do filloj që sot, mbas drekës time. Gjithashtu, ju tregoj pak maskat. Ku i vendosa tani maskat? Ja, kam këtu. Edhe maskat i mora koreane, siç ju thash janë fiksuar me produktet koreane dhe dua që t'i provoj. Maska që mora herën e kaluar me retinol, më duket ishte brenda, po e ndje direkt atë pickimin në fytyrë edhe ta bënte goxha mirë fytyrën. Po kësa radhe i mora ndryshe, këtë këtu e mora me nuk e di me çfarë është kjo. Kjo është Bivenom edhe Gold. Është kjo këtu. Kurse kjo tjetra nuk e di me çfarë është. Snail EGF Essence Mask. Nuk e di me
si mund të quhet kjo, por që mora këto të dy lloje, nuk ishin të shtrenjta dhe do na vinë dhe produktet koreane dhe do fillojmë të përdorim këto serumet. Sepse unë një herë kam përdorur serum, me kam lënë për gjysmë, edhe atë që e bleva në Shqipëri një marke të mirë, një brand të mirë italian, atë e përdora pak edhe e lash edhe të shkoj me këto produktet koreane. Tani kam edhe një lajm të ri. Nuk ja u kam thënë, mua më doli data se kur do e filloj kursin në gjuhës finlandeze, më doli shumë shpejt. Pata fat edhe në këtë pjesë, sepse disa vajza që më kanë shkruar, njëra më tha që më doli pas 6 muajsh, tjetra pas 3 muajsh, Rai ka pritur diku te 4-5 muaj, më duket që ta nisi, mua më doli brenda muajit, as një muaj fiks nuk e bëra që bëra testin, do me thënë me datë 18 mars bëra testin, dhe me datë 11 më ka ardhur zarfi në shtëpi me përgjigjen se kur do e nis. Do me thënë, nuk e di super fare, mezi pres ta nis, edhe unë tani mami po qeshte me mua sepse unë gjithmonë e vogël edhe kur kam qenë deri në gjimnaz. Kam qenë shumë e organizuar. Kam qenë një fëmijë shumë i organizuar dhe vazhdoj të jem shumë e organizuar me gjërat e mia. Edhe në përgjithësi dua gjëra që t'i kem gati, mos që kur të vi një moment, një event ose një diçka që un kam, dua ta kem çdo gjë në kontroll. Shigjetari. Edhe kur kam qenë e vogël, fëmijë kam pas gjërat e mia shumë të organizuara, gjërat mjetet shkollore. Edhe gjithmonë i kam pas të ndara ato fletoret, kam pasur ato kuletën, i vendosja të gjitha brenda, dhe mami po qeshte dje me mua sepse un po i thosha dua të gjej një kulet që të vendos një laps, një sirolaps, një marker që ti nënvizoj ato gjërat kryesore, një gomë, sepse pse jo mos ti kesh edhe mos ti hedhësh në çantë edhe ti kesh të ngatruara. Por nuk e gjeta sot. Edhe mami më tha po ti si je as e vogël, më akoma s'të kanë dalë nga qefi këto, por besoj se do më dalin ndonjëherë nga qefi, sepse mezi pres ta filloj kursin edhe të merrem me diçka, kështu që do ta kem në mëngjes. Unë isha keq kuptuar, kursi nuk zgjat tetor, sepse edhe unë u çudita kur ajo vajza tek zyrat e punës më tha, por thjesht unë e kam keq kuptuar, tha tetor, sepse varet mund ta kesh ose paradite ose mbas orës 12 me 4, dhe unë e kam në orën 8. Tani nuk e di deri në orën 12 apo deri në orën 1, por nuk ka rëndësi. Unë mezi pres ta nis edhe jam shumë entuziaste që ta nis edhe të mësoj gjuhën finlandeze, kam me shumë qef. Dhe u futa tek Flying Tiger dhe pash këto fletoret, janë 4 copë, nuk janë shumë të trasha, janë me viza, edhe i mora, ishin vetëm 4 euro dhe janë 4 copë dhe ja vlen sepse mund t'i kem për shënimet e mia. Gjithashtu unë kam edhe shumë bloqe në shtëpi që i kam marrë njërin, e kam marrë mbaj mend në Greqi, në Athinë me mamin tek Flying Tiger gjithashtu. Është një blok shumë i madh, të cilin dhe atë e kam lënë, nuk kam bërë asnjë lloj shënime, e kam lënë posaçërisht që kur të mësoj finlandishte dhe ja tani po vjen momenti që unë të ulem të mësoj edhe të shkoj në kurs. Kemi këto, lapsa kam në shtëpi, më duhet marrë një gomë, edhe një kulet duhet ta gjej. Tjetër çfarë morëm? Asnjë lloj gjëje tjetër. Këto ishin të gjitha gjërat. Ne ishim tek deti, ulëm atje piva një matcha me lule shtrydhe, po doni ju që e kishin bërë të mirë aty tek ai vendi, që s'ta mbushte shumë syrin ai lokali, por ma bëri shumë të mirë ai atë matchën dhe më ka shijuar. Ja më dhënë Xhesit me zor ta provoj, sepse ai këto lloj gjëra që unë filloj e provoj, i duken kështu të çuditshme, thotë më thotë ma ik më lë rahat, nuk dua ta provoj, po ja dhash me zor e provoj, por nuk e pëlqeu. Si të gjithë njerëzit kur e provojnë matchën për herë të parë, nuk është se ju bën për vete, nuk është se i pëlqen, por nëse e bëjnë mirë, është shumë e shijshme. Kështu që unë një kam provuar të mirën fare që më ka shijuar, ka qenë në Tiranë te Taste Ruby, që e qajnë, dhe kjo këtu sot ishte e mirë, por nuk i afroja asaj të Taste Ruby në Tiranë. Kështu që vendosim në përvende këto gjëra, dhe shtëpia ime ka rënë bomba, por nuk e vras mendjen sepse bomba nuk është se është rrëmuj, por thjesht janë çanta që i kam lënë, sa i kam lënë te korridori dhe i zbresin poshtë tek depoja jon, që në momentin që ne ti ngarkojmë, ti kemi kollaj dhe ti fusim direkt në fugonin ose në makinën që do marrim për të transportuar gjërat tona. Sot do merrem me pjatat, kemi pjata që nuk i përdorim, do heq edhe disa nga këto të përditshmet, sepse sa më shumë të kesh, aq më shumë do bësh shtëpis, edhe do lësh shumë pak, edhe lavastovilja është përfunduar, i kam larë renat. Kështu që sa më shumë enë të kesh në përkëmb, aq më shumë do bësh shtëpis. Kështu që do lë vetëm pak enë,
2-3 pjata, 2-3 tasa, 2-3-4 lugë edhe bolli kemi në të dy dhe do t'i paketojmë. Unë kisha disa kuti boshet, këpucësh, si që kemi bler, edhe si që më kanë ardhur nga bashkëpunimet, dhe i kisha ruajtur ato kuti, dhe shërbyen shumë mirë sepse kam futur gotat e verës, gota shampanje, finxhanët, gotat e ujit, i kam mbështjell me peshqira ose me klëfët e jastëkve, që mos më thyen, sepse gazeta nuk kam ku gjej këtu që ti mbështjell, edhe i kam paketuar ato, i kam lënë te koridori, tani më kam bjell vetëm këto lloj gjërash. Të shkoj të ndrohem dhe vazhdojmë nga puna, sepse unë po ula edhe vazhdoj muhabetet këtu, shkojnë minutat shumë gjatë, kam 7... Mëngjesi! Jemi nga dita tjetër, jemi zgjuar herët sot, e kemi mbushur makinën plot me gjërat, sidomos ato të kuzhinës, kemi marrë dhe detergjentët, kemi marrë dhe mëngjesin me vete, që mos më vonoheshim që ta hanim në shtëpi, edhe po ikim tek shtëpia e re, që do ta pastrojmë, edhe të vendosim gjërat e përgjithshme një herë, dhe në fund javës tjetër do marrim mobilje dhe do t'i çojmë. Sot prap kemi një kohë shumë të bukur dhe kemi në favorin tonë sepse të mund t'i lëmë dritaret hapur, të ajrosen edhe të pastrojmë me Terezi. Sa po erdhëm te shtëpia jonë e re. Kjo është hyrja dhe kemi këto dollapet këtu në korridor. Kjo është pjesa e tualetit, por nuk ka ndriçim akoma. Nuk kemi lidhur akoma energjin. Tu sa po futesh është pjesa e salonit dhe e kuzhinës, sepse po i shikonim tani. Çdo gjë është për tu pastruar dhe kemi pjesën e verandës që e kemi më të madhe se tek shtëpia që po lëm. Jemi në kat parë edhe kemi gjithë hapësirë, na pika dhe dielli tani në mëngjese. Deri vonë besoj se do të ketë diell. Tu do vë lulkat e mia. Dhe do marrim dhe një gjë këtu për të ullur. Do ta bëjmë bukur. Edhe është pak më vogël se shtëpia që po lëm, por është mjaftueshëm për ne. Dhe kjo është pjesa e dhomës së gjumit. Hapëm tani dollapet të ajrosen. Dollape ka goxha. Te shtëpia që po lëm është pak më e madhe dhoma e gjumit, por do shikojmë si do organizojmë mobiljet që ne kemi, komodinat. Dhe kjo është shtëpia jonë, që tani na pret një punë e madhe dhe gjithë ne ka marrur rria. Na pret një punë e madhe që ti pastrojmë. Dhe tani do nxjerrim gjërat nga makina. Do të bëjmë foto dhe mua, që janë gjithë janë. Do ta pastrojmë. Si më larg? Mas 10 minuta. Se vajtëm atje herë. Unë do pastroj dollapet e kuzhinës. Xhesi iku të bëj një rrugë tjetër me të gjitha gjërat që kemi mbledhur përveç mobiljeve. Dhe duhet t'i pastroj, derisa të vija ai të pastroj paktën pjesën e kuzhinës, sepse është shumë e madhe, por prap ka goxha punë. Edhe ti vendosim të gjitha me radhë, së paktën ti kemi enët në përvende, ti kemi të lara. Dhe tani me që kujtova, ti them Xhesit na marri detergjentin e kapsulat e lavastoviljes. Edhe ti vendosim disa gjëra tjera për të larë, përveçse se çdo gjë që un kam sjell, normal çdo gjë jona është e larë, edhe ti kemi të legenin e vogël, e mbushat me ujë të nxehtë dhe një nga këto pecetat e kuzhinës. Ka marrë dhe 2 të tjera. Ka marrë këtë ajaksin që është për dollapet nga jashtë, por me këtë do t'i bie në fund fare sepse si fillim duaj që dollapeve dhe nga brenda dhe nga jashtë do t'i laj me shkum, do t'i laj me feri.
marrën ferin se kjo është e vetmja që mund t'i laj aq mirë, plus që kam edhe këtë pit stafin që do e përdor për furrën. Fura është e pastër edhe nga sipër, e ka një njoll një nga ato syçkat, do mundohem mos e laj dot, por nuk e di, zor më duket. Dhe do filloj me larjen e dollapeve, t'i hedhim ose jam normal njerëzit që kanë jetuar këtu më përpara. Në përgjithësi, kur futesh, të duket shumë e pastër kuzhina. Por, duke qenë se unë po hypi sipër te banaku siç e pat, i kam kap të gjitha raftet me radhë duke i fërkuar me sfungjerin magjik, me tel, me sfungjer normal, me këtë Ajaxin, me ferin dhe me pink staffin, dhe me si po ja u heq shenjat që ata kanë lënë. Nuk e di se si jetojnë njerëzit mes zhullit, nuk e di. Tani më hypin nervat kur shikoj pa pastërti, sepse unë jam pak e fiksuar me pastërtinë edhe me rregullin, edhe duaj që në shtëpi dua çdo gjë të jetë e pastër. Tani pjesa sipër e mbarova, t'ja u tregoj, edhe do bëj pjesën e dollapeve poshtë, që nuk janë shumë, edhe pjesën e pllakave, dhe më pas do t'i bie edhe një herë përsëri me farcoleta edhe me këtë Ajaxin, do t'i bie prap nga brenda dhe nga jashtë, që t'i heq atë ta heq unë fiksimin tim, se ato tani u bën nxic, por që të ri rahat edhe t'i fus enët pa merak. Kështu, kemi një super kohë të bukur, edhe një fakt është që ne këtu afër shtëpisë vetëm 5 minuta me këmbë, se shikoj shumë njerëz që ikin, edhe e pam në telefon me Xhesin që kemi një liçen, dhe mezi pres ta eksplorojmë këtë zonën këtu dhe të shikojmë çik se çfarë kemi dhe të shikojmë këto parqet, këto liçen. Ja, shikoni njerëz, nuk ja u tregova në fillim më duket, por do ja u lë një pamje, sepse ja kam bërë me telefon video. Kjo pjesa këtu ishte e gjitha e nxirr, sepse kishin ngërvishtur me pjata kur kanë vendosur gjërat dhe me atë sfungjerin magjik është bërë cic, shikoni? Edhe nga lart i kam kapur të gjitha, i kam pastruar, edhe kanatet nga jashtë, nuk e di, po këtu nuk e preket dot, edhe tani po të shikoni, ka akoma shenjë, prandaj duhet i bie akoma me leck, që të më hiqen, ja.
unë që them mirëmëngjes në gjermanisht, sepse më është fiksuar nga Adela, shoqja ime. Jam sigur më ka shtypur në një tren. Ndje në darkë mirë isha më e lodhur, por sot jam pak më mirë edhe pse më dhëm pak mesi, duart më janë bërë copë, sepse siç e patë nisa me dorashka dhe i hoqa fare pastaj sepse më rrifte uji, më futej brenda tek dorashka dhe kam shumë bezdi. Po iki tek shtëpia e re, sot është ditë e hënë. Për momentin jam vetëm, por më vonë do vi dhe Gjesi të më bashkohet. Do marr pak të detergjentin që është për të larë dritaret. Bërsi se nuk do t'i laj sot dritaret, mendoj dritaret t'i laj në momentin që unë do shkoj t'jetoj aty, edhe që do vendos perdet, blem dje nga këto sungjërat magjik, sepse i bëjnë muret xic. Edhe dyert apo këto kanatet e kuzhinës. Tjetër çfarë do marr? Marr portofolin, marr çelsat e shtëpisë këtu, çelsat e shtëpisë atje, i hedhim këtu, do marr 3 banane, ti vendosim edhe këto këtu, dhe gjithashtu do marr disa fruta të thata që i kam vendosur te kjo e vockla këtu, sepse kur punon të merr dhe uria, përveçse se mëngjesin e kam ngrënë goxha të mirë sot, kam ngrënë vezë, avokado, domate dhe këto gjërat e mëngjesit. Dje bëra një kek, sipas një recete që pash te një libër, dhe doli më keq, nuk ishte ku të shkonte, por Gjesi e pëlqeu. Ai është njëri i çuditshëm se kur unë i bëj gjëra shumë të mira, ai e gjen diçka. Kur i bëj keq fare, atëherë i pëlqen. Kështu që ikim tani, drekën e kam lënë gati, pavarësisht se Gjesi do haj drekën jashtë, unë nuk më ha tani. Kur të mbarojmë punë do vim, kam bërë një tavë me patate me puj, edhe ikim të sistemojmë sot dollapet, t'i vendosim brenda, të pastroj pak dollapet te korridori që të vendosim peshqirat e të gjitha këto, edhe enët e kuzhinës, dhe më pas të shikojmë çfarë do bëjmë në një gjë tjetër. And you, we walk the streets hand in hand. Together we'll make our own plan. We laugh, we talk, we share our dreams like a river flowing with gentle streams. You lift me up when I'm feeling low. With you there's nowhere we can't go. Your love is the light that leads my way. With you I know it's all okay. Every glance, every touch, so true. Every moment I'm lost in you. With you always, I'll never fear. You and me, the world is clear. Every day with you feels like gold. A love so warm, never growing old. With you always, my heart's at ease. With you I feel like I can breathe. Together we'll make it through. With you always, just me. With you always, I'll never fear. You and me, the world. Jo, brëndshme t'i kemi desertare ne, të komedina. Këtu janë vetëm desertare. Do mbash ti këta? Që do më? Si që do, ku do vendosësh rroba, bluza e gjëra? Do i mbash atë atje? I bëm këtu? Ne të ndajmë të në kur. Kam do bashti, kam. A është për të varur. Ne dhe varur. është e ime. Ku t'i bëm? Ku do mbash? Pas pastrimit shtëpis, hajde më tha ma se të kam gjetë një dyqan. Çfarë nuk ka këtu? Por unë tani s'jam i interesuar fare për këto kuzhina, sepse shikoj veç për balkonin. Apo ja? Gjesi? U çmendëm.
Vafer. Si te jatare. O të shmëndëm. Qas paska këtu. Ne kemi koshin e banjës për tek tualeti i ri. T'ju tregoj se çfarë blevëm tek ai marketi apo nuk e di dyqani i madh që kishte gjëra shumë të mira. Unë kisha hyrë një herë, por jo tek ky vendi që ishim sot, por në një vend tjetër, por që është i njëjti dyqan dhe ka goxha gjëra pafund. Pam edhe vazo lulesh, të cilat duhet t'i marrim dhe t'i vendosim tek veranda e re e shtëpisë. Edhe t'i kemi për domate të cilat kanë dalë, për lulet, për gjërat e tjera, ishin 5 euro një vazo, po ishte vazo nga të mëdhajat. Do të blejmë edhe thasat me ve që t'i mbushim. Tani, te marketi që kishte shumë gjëra të bukura, të mira, morëm këto gjërat këtu. Morëm një furçe që këto ja u kam treguar i përdor për të larë lavamanin e kuzhinës, është shumë e lehtë, ose për të larë edhe tiganët kur nuk janë shumë, kur nuk janë me yndyrë, kur të paktën skuq një vezë ose një gjë të vogël, mund ta lash me këtë që mos ta gërvishtësh me tel. Morëm një arkë kursimi, të hedhim të holla e gjëra që mund të kemi, lek që mund të kemi në përkëmbë, i hedhim këtu edhe i kemi. Dhe unë ja, e pas kam bërë dëmin se mbra nga dora. Pas kemi dhe një furçe tjetër. Aty unë gjithashtu mora crackers me djath. Unë i kam shef shumë me domate, me picë, me ketchup. Por nuk kishte me krip dhe me djath, mora vetëm një me djath. Mërëm këto pastruset e dhëmbëve, këto kunjat, që janë kështu me shije mente, janë këto më duket. Ose jo, janë të tjera në fakt me mente, janë ca paketimet e zeza. Dhe që kanë plant-based, që kanë të mira dhe këto. Tjetër, morëm një leck, më në fund gjeta një leck, sepse unë kam atë që laj parketi, por këto në fakt e dua edhe për rastet kur nuk dua të përdor atë që e kam set me kovën, që është e veledës, por mora edhe këtë, mund ta përdor edhe për balkonin, sepse balkoni poshtë është si shtres betoni, edhe lart janë drasa. Në fillim kur çojmë t'ia fus një herë me ujë që t'i heq gjithë plurin, pastaj në ditët e zakonshme mund ta laj me leck. I morëm edhe shkopin. Dhe fshes nuk kam gjetur, fshes tamam siç kemi në Shqipëri, sepse unë kam një fshes shumë të vogël. Morëm këto Milkat biskota, këto janë zgjidhjet e Xhesit, jo të mijat. Tjetër, morëm dhe një Milkaj që është kjo me biskotën tuk, që është shumë e mirë, është një kombinim i të kripurës me të ëmbël dhe janë shumë çishte këto. Ne këto i çojmë një muaj, sepse nuk i ham për një herë, ham shumë pak, thjesht sa për net, edhe sa për qef. Morëm këtë kripën e Himalajas, që ishte më e lirë se në supermarketet e tjera, ishte vetëm 2 euro dhe ka 500 gram, dhe na pëlqen shumë kjo kripa e Himalajas. Në redip më kanë rënë energjit. Morëm një qumësh pa laktos, edhe një kos grek. Kisha thash se e hova poshtë. Edhe një kos grek, gjithashtu edhe bez. Këto ishin të gjitha gjërat që morëm tani, last minute. Edhe kaq, ky ishte videoja që kisha menduar për sot, për këtë javë. Do shihemi në part 2 të shpërnguljes tonë në shtëpinë e re. Inshallah gjej momentin edhe kohën sot që ta editoj këtë vlogun, edhe pse se besoj se do më dali koha, po të paktën mund ta nis, nesër ta përfundoj dhe ta postoj të mërkurën. Më pas kemi part 2-shin, që do jetë pjesa e shpërnguljes, e rregullimit tek shtëpia e re. Unë tani direkt do ham drekën, unë ndrova, vesha bijamet e mia, këto rrobat që ri në shtëpi, edhe do ham drekën dhe darkën bashkë, se unë s'kam ngrënë fare dhe ora është 8:20. Tjetër çfarë doja thë edhe një gjë tjetër. Dhe do futem tek temu të shikoj disa budalliqe me zipres, disa gjëra të bukura që dua t'i kem për tek balkoni, sepse po e shikoja me vëmendje me Xhesin dhe dua t'i marr ato gjërat që ta bëj balkonin e bukur. Ndërkohë jam duke parë në marketplace, sepse nuk dua të shpenzoj lek kot më kot, por të marrim diçka të jetë e përdorur, por të jetë në gjendje shumë të mirë, mund të gjesh mobilje për balkonin, ato këndet, dua të marr një kënd. Kam parë tavolinë dhe karrige, por dua kënd sepse është më
e përshtatshme për verandën tonë, sepse është goxha e madhe dhe do përshtatej më mirë. Kështu, po e mbyll këtu videon dhe shihemi në videon tjetër me part 2 nga shpërngulja në shtëpinë e re.